sa herë vendosen çmime tavan, krijohet tregu i zi në ekonomi që është jashtë syve të shtetit. Unë jam ekonomist i djathtë, Dibran, edhe jam shkollu në sisteme të shkollimit të ekonomisë të djathtë. Normalisht duke e studiu edhe anën tjetër, duke e studiu edhe anën e majtë të ekonomisë dhe politikave ekonomike të majta, por me bindje dhe me besim, unë jam ekonomist i djathtë që nënkupton që zhvillimi ekonomik vjen prej sektorit privat. Dhe unë insistoj sot edhe në ligjerimet e mia, po edhe në kuptimin e zbatimit politikave ekonomike që ne t'i japim hapësirë sa ma shumë që është e mundun sektorit privat. Në ekonomi, në treg, sektori privat është ma eficient se sa sektori publik në zhvillim të projekteve edhe në zhvillim ekonomik. Dhe kjo eficiencë vjen prej stimulimit të profitit. Sektori privat ka para vetes qëllimin e profitit dhe profiti e shtyn me qenë ma eficient. Shto këtu pastaj edhe konkurencën që zhvillohet në mesin e sektorit privat. A ka norma, ka regula, nëse shtysa e vetme e këtij lloji zhvillimi është konkurenca, a i shtyn, si me thonë, ata njerëz dhe personat që bëjnë pjesë në një ndërmarrje, le ta konkretizojmë kështu, private, me u zhvillu ose me kqyr në terma Hobbesian të Thomas Hobbesit, me hongër njëri tjetrin, o thonë deri në çfarë mase është çaj zhvillim i kontribon atyne personave para se mi kontribu profitit. Konkurenca zhvillon, sepse konkurenca bëhet edhe me çmime, po edhe me cilësi. Dhe kur firmat private tentojnë me shku ka përmirësimi i cilësisë, edhe me boj luftën, në thojza po e them, me çmime, kjo është me benefit për ekonominë, edhe është tregu e tillë, teoria e tregon, po edhe praktika e tregon. E në anën tjetër, pastaj, roli i shtetit do të ishte rol rregullues, roli i referit në fushën e lojës. Referi i mirë është më i miri kur nuk duket shumë. Loja zhvillohet më mirë në fushën e lojës, edhe në ekonomi, kur referi nuk duket shumë. Pra kur dora e referit nuk është aq e vrasht në ekonomi. Këtë e kërkojmë edhe ne ekonomistët e gjatë. Shtet sa më i vogël në kuptimin e ndërhyrjeve. Normalisht me ekzistu politikat ekonomike shtetërore, por zhvillimin ekonomik, lokomotiva e zhvillimit ekonomik duhet jetë sektori privat. Kur të arrim në këtë stad, kemi me pas që zhvillimi do të jetë më i hofshëm edhe më i madh. Sa më shumë që ndërhyjmë në ekonomi, ne e ndalim, kur them ndërhyjmë, në kupton shteti, sa më shumë që ndërhyjnë, e ndal hovin ekonomik. Po, Alban, veç që nëse ndërlidhemi një çështje konkrete që mundet me nxjerrë në sipërfaqe këto dy, si me thonë, pikpamje ideologjike mbi ekonominë e majta dhe djata. Një çështje shumë konkrete ka qenë ligji për çmimet tavan, që shumica opozitës e ka kundërshtu për këto arsye që shteti nuk mundet ose nuk duhet me pas një ndikim në rregullimin e vetë ekonomisë së tregut. Në ndërkohë, lëvizjave vendosje ose edhe antarët e koalicionit edhe pse aty tash nëse futemi është një farë miksimi djathtë e majt mrana, po sidomos nga lëvizjave të vendosje është shty ky ligj përpara me këtë arsyetimin që ka mrana sektorit ton ekonomik, ka ndërmarrje, ka kompanije, ka firma që abuzojnë me çmime, prandaj ne duhet me ndërhy. I qartë. Në botën moderne ka regulator për këto punë. Ekziston një agjencion kundër konkurrencës, edhe që në fakt e shikon aspektin e konkurrencës edhe të çmimeve, nëse ka hapësirë edhe nëse vrehet që dikush është duke, si me thonë, duke përdor
një monopol ose duke përdorur pozicionin e vet në treg për me keq përdorur pozicionin për çmime, atëherë reagohet në ato raste. Dhe ekzistojnë agjencionet e rregullimit. Në raste tjera të monopoleve, ne veç se i kemi agjencionet e rregullimit. E kemi rregullatorin e energjisë, e kemi rregullatorin e telekomit. Në vende moderne botnore e ki rregullatorin e aviacionit. Ka rregullator të çmimit, nuk ka nevojë me rregullu çmimet me ligje. E shpërndam në fusha të ndryshme. Në fusha të ndryshme. Po duket Alban që se kjo nuk është vetëm në kuptim të rritjes edhe abuzimit të çmimeve. Po duket që na si shtet dhe si shoqëni kemi tentu ose mi tërheq prej rolit të referit, me që jemi dorëzu, kemi thonë, me që na nuk po muj me monitoru sektorë dhe me rregullu sektor caktum dhe proceset që ndodhin mëna sektorë, për shembull të çështja e energjisë elektrike, të çështjet e abuzimit të çmimeve në treg e kështu me radhë, me që na nuk po kemi kapacitete ose s'po muj me referu ç'është duhet, po e qesim një rregull që palët mëna fushës nuk guxojnë me shkel, edhe kjo është një lloj diktimi që vjen prej shtetit. Ky është, më thonë, edhe në kuptim edhe në kuptim të drejtave të punëtorëve, më thonë, drejt punëtorët në ndërtimtari që përballen me rreziqe të larta, punëtorët në markete që nuk dihet saktësisht sa orë punojnë për te orarit e paguhen me pagë minimale e kështu me radhë. Më thonë, krejt aty ku mungon një lloj referi që po e thuti, na vendosim në një moment me thonë, na nuk po kem kapacitet me monitoru çka ndodh, me rregullu, me nejt si një lloj inspektorati për mbi këto procese dhe vendosim. Edhe ta vendosim një ligj që i përfshin të gjithë. Dhe kjo është logjika që është kërku, por është e dëmshme për ekonominë. Dhe teoria ekonomike edhe praktika ekonomike në shumë vende të botës ka tregu që këto ligje të cilat janë një varlloj ndërhyrje e vrasht prej jashtë, japin rezultate negative në ekonomi. Çka ndodh me çmimet tavan? Ne ja vendosim një çmim tavan një produkti caktuar. Për shembull bukës. Themi buka ka me kushtu 50 cent edhe nuk guxon me ushit mbi 50 cent. Nëse ky çmim është artificialisht i vendosur, dhe është artificialisht kur vendoset prej lart, e kur nuk ka të bëj fare me furrat e bukës edhe me tregtarët e bukës e me prodhuesit e bukës, nëse çmimet për prodhimin e bukës shkojnë mbi atë 50 centin që e kemi vendosur ne si tavan, kjo nuk kupton që furtarët edhe prodhuesit e bukës nuk kanë levërdi me prodhu bukën me 50 cent. Dhe çfarë ndodh? Në treg mandej kemi me pas mungesë të bukës, sepse prodhimi bjen, furnizues, tregtarët, prodhuesit nuk kanë më levërdi me prodhu, prodhimi do të bie, do të ketë mungesë të bukës në treg, e kjo pastaj është e dëmshme edhe për tregun edhe për qytetarët. Dhe krijohet një treg i zi. Sa herë vendosen çmime tavan, krijohet tregu i zi në ekonomi që është jashtë syve të shtetit. Pra ka me fillu me u prodhu produkti anash edhe me ushit në tregun e zi e me çmime që janë çmime reale të tregut. Dhe çka ke kriju ti me një ligj i cili mundet me pas qëllimin e mirë, nuk po them që qëllimi është i keq. Por ky ligj pastaj prodhon efekte shumë negative në ekonomi, të cilat duhen kohë të gjatë me i përmirësu. Sidomos te rasti i Kosovës ku tregu informal është shumë i lartë. E ne tash me këto ligje nuk kemi nevojë me rrit tregun informal. E njëjta gjë ndodh edhe me pagën minimale. Paga minimale qëllimin e ka shumë të mirë mrapa, sepse dojmë me kriju një standard për të gjithë punëtorët që punojnë edhe në nivele të ulta të punës, po e themi kështu. Çfarë informaliteti prodhon kjo? Kjo prodhon informalitet sepse nuk paguhen punëtorët me pagën minimale, por krijohet një incentiv, krijohet një stimulim që me punu në tregun e zi, pra pa kontratë fare. Sepse punëvasi... Një lloj aludimi Alban nuk e di, se në mes jas nuk kem mundësi me gjurmu deri në fund, ose shteti është dasht me gjurmu deri në fund, për çaq sa ka abuzime, që thuhet për shembull që me që është vendos paga minimale, një ndërmarrës jau
cakton atë pagë minimale punëtorëve të ty, edhe mandej formalisht, më thonë, ja u deponon që ato ja u qetë mjetët, informalisht ka mundësi që ja u edhe me i kthy mbrapa. Një pjesë, nuk e di sa është e përhapur kjo. Unë po ndëgjoj raste. Terma të Unë po ndëgjoj raste të tilla në vendin tonë. Po në vende tjera krijohet pastaj edhe, si me thonë, tregu informal. Dhe këtë kemi pa shumë edhe në vendet e zhvilluara evropiane. Kur paga minimale është e naltë, e në anën tjetër paga reale në treg mund tjetë edhe më e ulët dhe njerëz pranojnë me punu edhe nën pagën minimale formale, atëherë krijohet tregu informale ose easy ku njerëz punojnë pa kontratë me pagë nën pagën minimale zyrtare. Çka ke kriju me këtë politikë është ke kriju një treg informal anash, cilin pastaj ka me u dasht kohë gjatë me rikuperu.